Ka nisur rikonstruksioni i rrugës që lidh fshatin Curk me fshatrat e tjerë të njësisë administrative nën fshat. Ky është një investim i rëndësishëm i Bashkisë së Vau të Dejës, i cili përfshin asfaltimin e rrugës, ndriçimin publik dhe sistemimin e kanalizimeve. Projekti ka për qëllim përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe njëkohësisht rritjen e sigurisë për banorët e zonës. Kryetari i Bashkisë së Vau të Dejës, Kristian Shkreli, tha se ky investim është pjesë e angazhimit të bashkisë për të garantuar shërbime më cilësore dhe kushte më të mira jetese për komunitetin. Ndodhemi në fshatin nën fshat, në lagjen Curk, të cilin po bëjmë një investim nga Bashkia Vau Dejës, një investim i cili u shërben të paktën 600 banorëve. Është një investim i kërkuar shumë nga këto banorë, sepse është kanë rruga e pakalueshme, ka një rrugë në gjendje shumë të keqe. Dhe sot po bëhet realitet, po shtrohet dhe do të bëhet asfaltim, shtrim dhe ndriçim i rrugës. Gjithashtu dhe hapja e kanaleve anësore, që mos ketë problematik me ujin. Banorët e nënshatit e kanë mirëpritur këtë ndërhyrje duke cilësuar si një lehtësim të madh për jetën e përditshme. Ata shprehen gjithashtu se presin investime edhe për rrjetin elektrik nga ana e OSHE. Këtu jena në lagjen Curk të fshatit nënshat. Kjo rrugë lidh komplet të banorë. Kjo është një anër që kanë ndeshur banorët gjatë gjithë historisë pluralizmit. Nuk është bën deri tash. Kryetari i Bashkisë, Kristian Shkreli, e ka premtuar që është në fushat elektorale dhe e bani të njëjtën. Na e falenderojmë Kristianin, po për ta rregulluar këtë fshat që është shumë i shtrenjtë, na duhen edhe të tjera investime në këtë formë për t'i kënaqur banorët. Tashti, edhe një gjë që ose mblejohet për politikën e madhe. U bojnë to, si janë të u bë sot, gjithkohë. Me vu dorë edhe në rrjetin e energjisë elektrike, me pas edhe ujësjellsat, i ndalim do 3 që ato rrit mas medalja shtetit, dhe ndoshta na kthejnë edhe disa që nuk e kanë gjetë hala veten, andaj në vend të huj mo, e vinë këtu punojnë, se vendin e kena boll të bukur. Kjo është e nevojshme se i shërben krejt komunitetit i saj lagje, se i kjo lagje është paktën është 180 shtëpia. Investim shumë i mirë që ka dhënë me fjalë bashkia. Na shërben edhe na kënaqë se paktën ai tjetri kur do të marrë në shtëpitë vet, edhe emigrantët vjen si njeri, makinat nuk i dëmtojnë, se këtu ka qenë skandal. Sipas Bashkisë së Vau të Dejës, investimet në infrastrukturë krahas sektorëve të tjerë prioritar do të vijojnë edhe përgjatë vitit 2026.